Zbardhen emrat e 10 personave të arrestuar në kuadër të operacionit policor të koduar Puzzle. Këta persona u vënë në pranga pasi sillnin armë nga Kosova dhe i shisnin në Tiranë. Emirel Tusha, Leonardo Haxhia, Fabrizio Berberi, Ricardo Hajdara, Visar Murati, Kevin Farruku, Geraldo Moraj dhe Adriano Shehu janë vënë në pranga, ndërsa më herët janë arrestuar edhe Altin Pajaziti e Kadri Prushi në kuadër të njëjtave hetime. Ndërkohë në kërkim janë shpallur 2 shtetas të tjerë të identifikuar vetëm me iniciale, përkatësisht RK 41 vjeç dhe AN 24 vjeç. Nga hetimet e deritanishme, dyshohet se këta shtetas pasi siguronin armë zjarri, kryesisht në Kosovë, por edhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë, sillnin ato në Tiranë për t'i shitur. Hetimet kanë zbuluar se ky grup siguronte armët kryesisht në Kosovë, më pas i transportonte drejt Tiranës. Gjatë kontrollit në banesën e njërit prej të ndaluarve u gjetën dhe sekuestruan Mira Farah Kanabisi, duke treguar lidhje të mundshme të grupit edhe me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Po ashtu gjatë kontrolleve të kryera u sekuestruan edhe 14 armë zjarri, 12 pistoleta, një prej tyre me silenciator dhe 2 automatik, municion luftarake krëhëra, 3 automjete dhe 8 aparat celular.